Hapësirat e qendrës për kulturë në Gostivar u shndruan sot në një vatër të vërtet krijimtarie, ku zhvilluan një koloni artistike multietnike me pjesëmarrjen e nxënësve më të talentuar të shkollave fillore dhe të mesme. Në këtë aktivitet të rinjët sollën punime dhe ide artistike që pasqyrojnë diversitetin kulturor dhe energjinë krijuese të qytetit, duke e kthyer hapësirën në një ekspozitë të gjallë të artit. Koordinatorja e Departamentit të Arteve Figurative pranë Qendrës për Kulturë, Lulieta Husaini, tha se këto aktivitete i dedikohen Ditës Botërore të Artit dhe kanë për qëllim promovimin e talenteve të ri. Sot për vitin e 4 të Rashtëzi, Qendra për Kulturë shënon 15 prillin Ditën Botërore të Artit. Edhe vite tjera, kjo datë shënu me koloni multietnike, mirë po vetëm me nxënës të shkollave të mesme. Kurse si vjet, kemi vendosur që brenda grupit fusim edhe shkollë të nxënësve të shkollave fillore, junior. Këtë radh janë 7 nga shkollat e ndryshme të qytetit, shkollave fillore, dhe nxënësit e shkollës së mesme janë nga shkolla e mesme industriale. Janë drejtimi arkitekturë dhe dizajn. Ne si Qendër për Kulturë vendosëm që këtë ditë ta shënojmë në mënyrë që talentet e ri të kenë mundësi për promovim, të shprehin lirshëm talentin dhe njëkohësisht ku më mirë se qendra mund gjithçka të shprehet në frymën e artit, në frymë lirie, në frymën e së bukurës. Drejtori i Qendrës për Kulturë në Gostivar, Ismet Islami, e vlerësoi krijimtarinë e prezantuar si të mahniqshme dhe theksoi se ajo duhet të vazhdojë të kultivohet edhe në të ardhmen. Ai nënvizoi se dyert e Qendrës për Kulturë mbeten të hapura për bashkëpunime të tilla që promovojnë artin dhe talentin e të rinjve në shoqëri. Kjo krijimtari e tyre është mahniqëse dhe besoj që krijimtarinë e tyre ato do vazhdojnë ta tregojnë në të ardhmen. Unë ju dëshiroj shumë suksese dhe dua të theksoj se dera e Qendrës për Kulturë do jetë gjithmonë e hapur për ta, për bashkëpunimet e radhës dhe gjithmonë do jemi në mbështetjen e tyre. Gjithashtu dua të falenderoj edhe shkollën e mesme teknike për mundin e tyre që kanë dhënë, shkollat fillore dhe të gjithë nxënësit të cilët kanë qenë pjesëmarrës në këtë eveniment. Në përmbyllje, aktiviteti në Qendrën për Kulturë në Gostivar dëshmoi edhe një herë rëndësinë e mbështetjes së artit dhe të rive si bartës të vlerave kulturore të së ardhmes. Përmes një kolonie artistike multietnike, nxënësit sollën një atmosferë kreativiteti dhe bashkëpunimi që të i kalon kufit shkollor dhe etnik. Organizatorët theksuan se aktivitetet të tilla do të vazhdojnë të jenë pjesë e pandashme e jetës kulturore të qytetit, me synim afrimin e artit me qytetarët dhe nxitjen e talenteve të reja.